Po, unë jam Amir Dauti, banor i fshatit Topanic. Punoj me bujqësi, me rrugën e vigjve të marmërisë, edhe me lavradari me mbjelljen e grurit, mistrit, tërshonës, selbit edhe disa kultura tjera. Sa i përket viçave për marmëri, i marrim zakonisht këto në tregun ton, edhe ushqej me produktet që i prodhojmë vetë. Sa i përket viçave, çmimi për momentin është shumë i mirë. Viçat që janë për momentin që këta tonë ka 700-750 kg, shitet përafërsisht dikon 4 euro gjys kilogrami. Kurse këta për mi mble këta të voglit ka 250 kg, shkon dikon 5 euro 530 kilogrami. Pikëtënve është një përfitim i mirë, që se ja bën ushqimin vetë. Sa i përket mbjelljev, kemi fillu tash me mbjelljen me lavërimin, përpunimin e tokës për grur edhe elb. Vitin e kaluar dikon i kemi pas 40 hektar grun, 10 i kemi pas tërshon, 10 elb edhe dikon 16 hektar misër. Si vjetë mendojmë që me rrit këtë prodhim, e shku dikon të 70 hektar që jemi grun, e kemi planifiku që ose në mankoa. Me elbe shku dikon përmin 15 hektar, me tërshon gjithashtu një 15 dhe 20 hektar, edhe me misër përmin 20 hektar. I mbjell me nga një 2 hektar kungi. Sa i prodhimit të grurit, kjo kohë në vendin tonë, do më thonë dikon 4.000-4.500 kg shkon për hektar gruri, kurse elbe dhe tërshonat sillen dikon nga 3.000 kg për hektar. Jemi 4 vllazër, përkushtohemi 8-4 vllazërit këtë farë lamien e bujqësisë. Me jetohet për bujqësisë, një jetë mesatare, sa për mos me shu vendin tonë me dalë gorbet, jetohet mirë, po me gjithë se në ndihmon shumë fshati, na japin tokat pa qira, nuk na marrin subvencionet, na ndihmojnë shumë fshati, jemi një fshat që është për mi marrë lakmi. Krejt Kosova se jo veç rreth e jonë, kur të bëhet verës për me mbledh ushqimin për kafsh, vinë shoshnia na ndihmojnë, pa pagesë, vinë për hate për shoshni, veç që me mbledh grumbullimin. E kështu që është mirë, edhe puna me bujqësi është shumë e mirë, po edhe ndihma që na japin bashkëfshatarët është shumë e mirë se ardhur.